Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm të mëshiruesit, falënderimet takojnë Allahut Zotit Xhella Xhelaluhu, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dashurin e Zotit dhe dërguarin e Tij Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun për mirësitë dhe begatitë e Tij të panumërta. E nuk ka dyshim se që të jemi bashkë në këtë emision është gjithashtu prej mirësive dhe begative të Zotit Xhella Xhelaluhu. Jemi sërish në ciklin e emisioneve të vlerësisë, po tashmë jemi në një fazë të dytë, zhvillimi i emisionesh. Kemi pikërisht trajtimin e zemrës dhe largimin ose shkuljen nga zemra të çdo sëmundje ose çdo bari të keq që rrezikon shëndetin ose e dëmton zemrën. Do të jetë, inshallah taala, sot tema për cilën do të flasim vetë mashtrimi. Në një ajet kuranor, Zoti i drejtohet njeriu duke i thënë: "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakabak." O njeri, ç'të mashtroi ty me Zotin tënd kaq bujar, i cili të krijoi, i cili të ekuilibroi, i cili të formësoi ashtu siç ai deshi dhe dëshiroi. Është habi e madhe me njeriu se vjen një moment që ai vetë mashtrohet. Normalisht vetmashtrimi ka arsye dhe shkaqe. Dhe tre janë shkaqet kryesore që i ka përmend vetë Zoti në Kur'an. Jeta e kësaj bote, natyra e njeriu dhe shejtani i mallkuar. Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an: "Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur." Mos ju mashtroj jeta e kësaj bote, as mos ju mashtroj nga Zoti mashtruesi, pra djalli i mallkuar. Zoti xhalla xhelaluhu diku tjetër në Kur'an na tregon se njerëzit e këqinj, hipokritët në botën tjetër, do t'ju ndodh një disfat. Dhe disfata e tyre është se në momentin e parë të ringjalljes, ata do t'jenë në grupin e muslimanëve. Dhe në momentin që do të bëhet dhe dallimi mes muslimanëve dhe hipokritëve ose munafikëve në mesin e tyre, njerëzit do të urdhërohen që t'i bien në sejdë Zotit Xhella Xhelaluhu. Dhe në atë moment, çdo besimtar që e ka besuar dhe e ka adhuruar Allahun me sinqeritet në këtë botë, do t'i bjerë Zotit në sejdë. Ndërsa hipokritët, dyftyrëshat, ata të cilët faktikisht nuk kanë besuar me zemër dhe me shpirt, po thjesht në aparent për arsye të ndryshme, nuk do të munden të bien Zotit në sejdë. Dhe mbas kësaj njerëzit do të kthehen edhe një herë në gjendjen më përpashme, pra me kuptimin do të çohen muslimanët që ishin në sejdë, do të çohen këmbë bashkë me munafikët që janë brenda tyre, brenda grumbullit dhe tubimit të besimtarëve. Në atë moment gjithçka do të errësohet dhe gjithsecili do të pajiset me një dritë dhe në bazë të kësaj drite do të udhëzohet për të shkuar tek ura e Siratit. Dhe njeriu do të ketë dritë aq sa iman dhe besim ka pas në jetën e kësaj bote. Ka njerëz që kanë dritë të madhe, ka njerëz që kanë dritë shumë të vogël dhe ka njerëz që thjesht i ndizet maja e thojit, herë i ndizet dhe herë i fiket, sepse edhe në këtë botë ai faktikisht kështu ka qenë, domethënë ka qenë i kputur, i lodhur në këtë botë për sa i përket anës besimit. Ndërsa munafikët nuk do të kenë dritë, kështu që njerëzit do të ecin me shpejtësinë e dritës që ju është dhënë. Ndërsa munafikët, nga që nuk do të kenë dritë, do të mbesin. Dhe në një moment ato do të thonë, s'kemi dritë. Dhe një zë do t'ju vi dhe do t'ju thotë, shihni mrapa, ktheuni mbrapsh. Dhe ata do të kthehen mbrapsh, dhe në momentin që do të kthehen mbrapsh, mes tyre dhe besimtarëve vendoset një mur, dhe në momentin që do të shohin murin do t'ju thonë besimtarëve, ktheuni nga ne, që të përfitojmë nga drita juaj që të ecim me ju, dhe besimtarët do t'ju përgjigjen duke ju thënë: "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Do t'ju thuhet atyre: ktheuni mbrapa se do të gjeni dritë. Edhe kur kthehen mbrapa dhe nuk do të gjejnë dritë, atëherë do t'ju drejtohen atyre besimtarët duke ju thënë: "Lakinnakum
fatantum anfusakum wartabtum gharratkumul amani wa gharrakum billahi al-gharur. Ju tha në atë botë keni qenë dyshues, s'keni besuar me siguri. Ju kanë mashtruar dëshirat tuaja, ju ka mashtruar shejtani i mallkuar, për këtë arsye dhe nuk meritoni dritën e Zotit xhalla xhelalu. Atë ç'është vetë mashtrimi, një lloj qetësie dhe prehje që gjen njeriu dhe një mbështetje tek një mendim, tek një opinion, për një qëndrim për të cilin faktikisht nuk ka ndonjë argument, vetëm se iluzionin, vetëm se epshin ose mashtrimin e djallit mallkuar. Normalisht që prej vetë mashtrimit nuk shpëtojnë njerëzit, sepse është një sprovë e cila e shoqëron njeriun gjatë gjithë jetës, nga që edhe shejtani, djalli i mallkuar, është me njeriun gjatë gjithë jetës. Po normalisht njerëzit klasifikohen në disa ndarje, domethënë, kemi njerëzit e vetë mashtruar në ekstrem që janë jo besimtarët, cilët nuk e pranojnë Islamin, nuk e pranojnë fenë e vërtet të Zotit xhalla xhelaluhu. Nuk pranojnë botën tjetër, nuk pranojnë ringjallje, nuk pranojnë që të ketë parajs, nuk pranojnë që të ketë ferr xhehenem. Normalisht që këta njerëz, domethënë, janë kategoria e cila është, si më thënë, kategoria më e ulët e mashtruar, domethënë, nga shejtani i mallkuar. Dhe po të shohësh argumentet e tyre, domethënë argumentet e tyre janë të habitshme. Për shembull, ato thonë, kjo botë është e sigurt. Ajo çfarë thuhet nëpër librat fetar, ajo çfarë thuhet nga hoxhallarët për botë tjetër, parajs, është thjesht diçka që nuk është e sigurt. Kështu që nuk ja vlen që ta humbim atë që është e sigurt për diçka që është e pasigurt. Ndërkohë që Zoti xhalla xhelaluhu thot në Kur'an, ahireti wal akhiratu khairul laka min al-ula. Ahireti është më i mirë për besimtarin, për ty o Muhammed dhe për besimtarët që do të jenë pasuesit e tu, se sa jeta e kësaj bote. Ose për shembull që të thonë më mirë kesh në dorë se sa në një të ardhme një shumë më të madhe, si më thënë me këste. Dhe kanë për qëllim, në më thënë më mirë përfitojmë këtë që është e sigurt dhe që kemi në dorë, pra kesh jetën në kësaj bote, se sa me këste ahiretin, pra më shumë, po thjesht diçka që mund të ndodhë në të ardhmen. Ndërkohë që Zoti i gjithësisë na ka mësuar se ahireti faktikisht është jeta e vërtetë. Dhe se jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se një mashtrim. Ose për shembull të thonë, kush ishte në atë botë, kush u kthye prej asaj bote, kush e ka parë atë botë. Unë po vdiqja le të bëhet me mua, çfarë le të kalbem, le të hidhem, ndërkohë që Zoti i gjithësisë ka mbjellë tek njeriu dëshirën për përjetësinë, dëshirën për të jetuar gjithmonë. I ke parë se si shkencëtarët, njerëzit vazhdimisht mundohen të gjejnë sekretin, ku është sekreti, përjetësia, si mund të arrijë njeriu që mos vdes kurrë etj. Kjo gjë tregon se është tek njeriu faktikisht. Është tek njeriu, si më thënë ajo, fara, ose si më thënë, ndjesia, ose dëshira për përjetësinë, që faktikisht do të jetë, po varet se ku do të jetë, farikun fil janna o farikun fis sa'ir. Një grup do të jenë në xhehenem dhe grupi tjetër do të jenë në xhenet. E të tjera gjëra, domethënë që i përmendin duke i çuar kjo thjesht në një vetë mashtrim dhe largim nga feja dhe besimi, nga dëshira për takimin me Zotin, nga dëshira për botën tjetër, duke i lënë thjesht në jetën e kësaj bote, duke i mbyllur në jetën e kësaj bote, ashtu siç thot Zoti xhalla xhelaluhu, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Din shumë për kësaj bote, por se në lidhje me ahiretin janë tërësisht të hutuar, pra nuk kanë fare lidhje me çështjet e ahiretit dhe me çështjet e botës tjetër. Për këtë arsye dhe i madhi Zot xhalla xhelaluhu i drejtohet Muhamedit alayhi salatu selam duke i thënë:
La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakin alladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar deri në fund ajetit. Mos u mashtroj, thot Zoti xhelalu Muhamedit alayhis salam, thot mos u mashtro nga mirësitë dhe begatitë që kanë jo besimtarët në këtë botë. Do t'ja kalojnë mirë për një kohë të shkurtër, pastaj përfundimi i tyre do të jetë zjarri i xhehenemit, e nuk ka dyshim se ai është përfundim shumë i keq. Mirë po për besimtarët ne kemi përgatitur parajs, xhenete, mirësi, begati, lumej etj etj. Gjithashtu pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam për t'i dhënë besimtarit kuptojnë se faktikisht nuk është jeta e kësaj bote treguesi, thot Muhamedi alayhi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min jannatul kafir", dynjaja është si burg për besimtarin, ndërsa si parajs për jo besimtarin, kështu që normalisht besimtari kështu e sheh jetën e kësaj bote dhe nuk e sheh jetën e kësaj bote si vendin e tij të përhershëm, wala al-akhiratu hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Ahireti dhe bota tjetër është vendi i vërtet ku njerëzit do të jetojnë dhe do të bëjnë jetën e duhur, qoftë për mirë banorët e xhenetit, Zoti na bëf për banorët e xhenetit, qoftë për keq banorët e xhenemit, Zoti na ruaj nga zjarri i xhenemit. Nuk janë thjesht jo besimtarët të mashtruar, po edhe çdo kush që ndjek besim apo fe tjetër përveç se Islamit, edhe ai është i mashtruar por në një formë tjetër, sepse Zoti thotë në Kur'an, "Inna ad-dina inda Allahi al-Islam", feja e vetme pranuar tek Zoti është Islami. Sepse Zoti thotë në Kur'an, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." E kush ndjek fe dhe besim tjetër përveç Islamit, ai normalisht është prej të humburve, si në këtë botë dhe në jetën e botës tjetër. Vetmashtrimi nuk përfundon thjesht me kaq. Fatkeqësisht edhe në mesin e besimtarëve, në mesin e muslimanëve, përjetojmë kategori njerëzish të cilët janë të mashtruar. Për shembull, gjejmë për besimtarëve të cilët thonë Zoti fal dhe mëshiron shumë. Mëse Zoti fal, kur e këshillon, kur i thu mos, thotë se Zoti fal. Zoti është i mëshirshëm, e vërtetë është që Zoti është shumë i mëshirshëm. Elhamdulillah. Dhe ne muslimanët besojmë se Zoti është i mëshirshëm, Zoti është i dhimbshur, Zoti është i dashur, Zoti është falës. Mirë po njëkohësisht, besojmë edhe diçka tjetër, që ndëshkon, rënd kur ndëshkon. Besojmë se zemërohet. Në të njëjtin ajet Zoti thotë Inna Allaha ghafurur rahim wa annahu shadidul iqab. Është i mëshirshëm, i gjithë mëshirshëm, mëshirues, po edhe ndëshkues i ashpër. Pra në të njëjtin ajet ku Zoti flet për mëshirë, në të njëjtin ajet Zoti i kujton njerëzit dhe me ndëshkimin e tij. Pra besimtari duhet të jetë i kujdesshëm. Mos thotë thjesht mëshira e Zotit, po duhet të shoh edhe pjesën tjetër se Zoti edhe ndëshkon ashpër. Prandaj mos mashtrohet me thjesht Zoti fal dhe Zoti mëshiron. Ose gjejmë për shembull për besimtarë që thonë pejgamberi sa më ka thënë unë jam si të mendoj, Zoti ka thënë unë jam, pra unë jam me robin tim, si të mendoj robi për mua, e unë besoj se Zoti fal shumë, kështu që ka për të më falë Zoti. Normalisht që dera e shpresës është gjithmonë e hapur, po kjo derë e shpresës ka nevojë për arsye dhe shkaqe që të ri hapur. Për shembull Zoti thotë në Kur'an innal ladhina amanu wa hajaru fi sabilillah wa innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ata cilët besuan, emigruan, luftuan, ata kanë të drejtë që të meritojnë mëshirën e Allahut. Ata e meritojnë dhe kanë të drejtë që të shpresojnë tek mëshira e Allahut xhalla xhelaluhu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot el-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut. I zgjuar është ai i cili i bën llogarit dhe i bën llogarit, domethënë dhe punon dhe si më thën mundohet që të parashikoj se çfarë do të ndodhë më të mbas vdekjes tij. I zgjuar është ai i cili merr llogari veten e tij, bën llogaritë veta mirë dhe punon për atë që do ta pres mbas vdekjes tij. Pra i zgjuari kështu është njeriu i mençur, kështu i bën llogaritë dhe nuk thot thjesht hajse Zoti fal, hajse
me që unë mendoj mirë për Zotin, edhe Zoti do të më trajtojë mua mirë, pavarësisht se ne besojmë atë hadith pejgamberit alayhis salatu wasalam, mirë po ai hadith flet për momentet e fundit të jetës së njeriu, kur njeriu nuk ka më mundësi të bëjë punë të mira, është duke i ardhur shpirti, domethënë ndalje e sipër, atëherë ai mendon dhe shpreson mëshirën e Allahut xhel xhelaluhu dhe në momentin që ai mendon mirë për Zotin e tij, Zoti do ta trajtojë me mëshirën dhe me faljen e tij, dhe se kjo nuk mund të jetë gjatë gjithë jetës së tij me kuptimin që hajt se Zoti fal dhe mëshiron dhe njeriu të vazhdojë mëkate dhe në gjunahe. Vetmashtrohen besimtarët duke menduar se nëse Zoti ju ka dhënë mirësi në këtë botë, kujtojnë se kjo është argument ose ky është argument se punët me Zotin i kanë mirë. Dhe ne kemi thënë gjithmonë se nuk është, si më thënë, mirësia e kësaj bote në një argument, kurse di se çfarë, se i kemi punët mirë me Zotin apo jo, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë Zoti ja jep këtë botë njerëzve që i don, po edhe njerëzve që nuk i don. Gjë tjetër që mund t'i çojë besimtarët në mashtrim është bërja e disa veprave të mira. Edhe ai mendon se me këto vepra të mira dhe gjithmonë është ajo fatkeqësia për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tërhequr vërejtën duke thënë, thotë për punët e dynjas shih atë që është poshtë teje, për punët e kësaj bote, për mirësitë e kësaj bote shih njerëzit që janë poshtë teje, ndërsa për punët e ahiretit, për punët e Zotit shih ata që janë mbi ty. E besimtarët nuk jetojnë me këtë lloj parametri, por çfarë bëjnë? Thotë unë të paktën e fal xhuman, edhe mashtrohet me ditën e xhuma, duke kujtuar se me kaq e ka shlyer çdo gjë dhe e ka fituar xhenetin dhe parajsin. Apo me ndonjë vepër tjetër të mirë, thotë unë përderisa falem, do të thotë se jam në rregull, por njeriu nuk mund të arsyetohet me veprat e mira, nuk mund të arsyetohet për të thënë se e kam fituar davan apo s'ka problem se çfarë bëj gjëra të tjera. Për gjëra që çon vetëm mashtrim është prejardhja. Ka njerëz që thonë unë jam bir i një dietari, bir i një hoxhe, babai im ka qenë muezin, babai im ka qenë hafiz, babai im ka qenë mufti, etj, duke përmendur paraardhësit e tij, ndërkohë që faktikisht njeriu nëse e shpëton diçka në botën tjetër, shpëton puna e tij, e shpëton mundi i tij, e shpëton djersa e tij, sepse vetë Muhamedi alayhis salam i drejtohet gjakut të tij, bijës së tij, xhaxhait të tij, hallës së tij, duke i thënë që punoni se nuk ju bëj dot dërman, pra nuk do t'ju bëj dot dobi në botën tjetër nëse ju nuk keni vetë vepra të mira. Mosbërja mirë e llogarive, pra këta njerëz po t'i bëjnë mirë llogarit, do të shohin se punët e mira janë shumë pak në krahasim me punët e këqija dhe me gjunahet që bëjnë, dhe kjo çon në vetë mashtrim, siç e përmendëm edhe pak më herët. Në mesin e besimtarëve gjejmë madje edhe njerëzit e ditur dhe dietarë që vetë mashtrohen për shkak të dijes së tyre. Për shembull, e gjen dikë që mbar dije goxha, ndërsa në punë dhe në vepra s'ka gjë. Ai kujton se memorizimi ose dija e tij do ta shpëtojë. Do të thonë, sikur ignoron çështjen e punës, çështjen e veprave. Ai kujton se dija e tij ka arritur një grad caktuar në një fazë caktuar që s'ka më nevojë të shohë listën e halalleve apo listën e harameve apo listën e urdhëresave apo listën e ndalesave. Ky është fatkeqësisht një problem shumë i madh. Zoti i madh na ruaj të gjithëve. Ose për atyre që mendojnë se thjesht disa obligime, njerëz të ditur po mendojnë se thjesht disa obligime janë të mjaftueshme, sepse dija e tyre dhe përkushtimi i tyre me njerëzit apo angazhimi me dijen është e mjaftueshme, nuk ka pse të bëjnë ndoshta ato që i bëjnë njerëzit, ose nuk ka pse të bëjnë ato që njerëzit ata i urdhrojnë për t'i bërë, prej punëve të mira, prej veprave të mira, prej gjërave të pëlqyeshme, prej namazit natës, prej agjërimit hënës dhe tejtës, prej leximit të Kuranit. Domethënë, thotë ne jemi të arsyetuar te kjo pjesë, thjesht duhet të orientojmë njerëzit, thjesht duhet t'i ndalojmë njerëzit, ndërsa vetë ne jemi, domethënë, besojnë në veten e tyre se s'kan nevojë që të jenë kaq të përkushtuar për shkak se janë kaq të angazhuar me njerëzit. Dhe kjo është një mënyrë tjetër mashtrimi, pra vetë mashtrimi, pra këta janë të vetë mashtruar për shkak të dijes së tyre. E faktikisht, nëse dija do të ishte një dije e saktë, e qelluar, është ajo dije e cila e njeh njeriu me veten e tij, sa i dobët dhe i mangët që është,
dhe e njeh njeriu me Zotin e tij se çfarë faktikisht i takon Zotit dhe çfarë meriton Zoti, e si pasojë njeriu i ditur është ai i pari i cili është shembull në zbatimin e urdhëresave dhe ndalimin nga ndalesat, i pari shembull në atë që i urdhëron njerëzit për të qenë ai i pari që e bën dhe në atë që i ndalon njerëzit për të qenë ai i pari që largohet prej saj. Prej këtyre njerëzve janë ata që angazhohen me adhurimin, po në mënyrë ekstreme dhe duke u vetë mashtruar me adhurimin. Për shembull, ka për njerëz që kushtojnë shumë rëndësi nafileve, pra gjërave të pëlqyeshme, vullnetare, saqë lejnë mbasdore gjërat obligative. Llogarit një i cili falet gjithë natën, për shembull, ose si themi 2 orë natën, 3 orë natën, dhe në namazin e sabaut nuk e gjen në xhami. Ky është i vetë mashtruar. Ose rastin tjetër, për shembull, e gjen njeriu që përkushtohet shumë mbas Kuranit, me hifze, hafize, ku dëgjon leximet e tjera, ndërkohë që s'ka lidhje me namazin, për shembull, apo me diçka tjetër që është prej shtyllave të fesë. Ose e gjen dikë që shumë i përkushtuar mbas agjërimit, ndërkohë që s'ka lidhje me gjërat e tjera. E gjen që agjëron Ramazanin, mbaroi Ramazani, s'ka lidhje me fen. Ky është i vetë mashtruar, kujton se thjesht Ramazani e ka shlyer detyrimin kash i Zotit, thjesht me 1 muaj agjërim. Ose ka bërë një herë haxhin dhe thot, edhe haxhin që është një herë në jetë e kam bërë, ky kujton me fjalë që një herë në jetë po e bëre haxhin, do thotë se s'kem më nevojë gjithë jetën me ju lutë dhe me ju falë Zotit, ky është vetë mashtrim prej haxhit. E kështu me radhë, pra mund bëhet ndonjëherë edhe adhurimi, shkak që njeriu të vetë mashtrohet, që njeriu të fillojë dhe të ndjejë një lloj qetësie, rahatie, sikur s'ka më nevojë, sikur i ka arrit ato qëllimet për cilin Zoti e solli njeriu në kësaj bote, që është të jetë vazhdimisht adhurues i Zotit, po pa pas kjo një kufi të caktuar kohë, kjo është e hapur deri në momentin hatta yatiyaka al-yaqin, deri në momentin e vdekjes. Njëri prej tyre tha, unë kam bërë xhami, tha. Më thonë, ka bërë xhamin ky, kështu që domethënë faljet e njerëzve i shkojnë këtij, kështu që ky s'ka nevojë më të falet dhe të lutet. Llogaritemi fjalë sikur 10 vjet falen njerëzit aty. Nuk është kështu faktikisht. Ti e ke bërë xhamin, xhamia është diçka. Mirë, po nëse ti nuk ndërton për veten tate, atëherë çfarë mund të çosh tek Zoti i gjithësisë? Shumë mirë që bën xhami, është argument i besimit. Inshallah xhamia bëhet sebeb që këta njerëz të udhëzohen. Inshallah bëhet sebeb për mirë për këta njerëz. Po ideja është, domethënë, i çon që nëse çon bërje një xhamie që ti largohesh namazit vet, që mos ta agjërosh Ramazanin vet. Është njësoj si kur thuash, unë kam bler, çfarë them unë, domethënë kam bler mobilje për shtëpinë që kushtojnë, themi për shembull 50.000 euro. Dakor, ku do t'i fusësh? Po akoma nuk e kam bërë shtëpinë. Te ku do t'i lësh këto mobilje? Njëri i cili nuk ka shtëpi, kush është shtëpia e tij? Namazi, agjërimi, zeqati. Atëherë s'bëhet fjalë. Ky është një lloj vetmashtrimi. Ose njerëz cilët i ka mashtruar thjesht pasja të pasurit të lekëve në dorë, domethënë. Duke pasur lekë në dorë, kujtojnë se do të thotë se përderisa Zoti më ka dhënë këto lekë, do të thotë se jam shumë mirë, siç tha ai personi në surën El-Kahf, tha dhe wala ruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Tha mu Zoti më ka dhënë gjithë të mira në këtë botë, po sikur të ketë botë tjetër, unë prap do të kem prap. Allahu na ruaj. Jo vetëm kaq, po gjejmë këta njerëz që bëjnë vepra të mira, nuk i bëjnë për hir të Zotit, po i bëjnë thjesht që të mbeten emrat, që t'ju shkruhen emrat. E bën një xhami për shembull, ose e bën një spital apo diçka, dhe qëllimi i tyre është që të thuhet filani bravo i qoftë, të marrë dekorata, të përmendet emri. Pra harrojnë se qëllimi duhet të jetë vetëm Zoti xhel xhelalu. Madje ka edhe njerëz në ekstrem të vetmashtruar, ata të cilët në thonjza quhen sofit, disa grupe prej tyre, sepse jo të gjithë, nuk mund të themi të gjithë, po ka prej tyre që vishen në atë formë, në atë mënyrë, thua ti që këta njerëz të ahiretit që jetojnë mbi sipërfaqen e tokës, dhe faktikisht kur ndalesh në jetën e tyre, në mënyrën se si jetojnë, në mënyrën se si adhurojnë, ndonjëherë, domethënë, nuk mbetet nga feja e tyre thjesht ajo rroba e veshur që duken se janë shumë përkushtuar, po faktikisht
me namazin nuk kanë lidhje, me agjërimin nuk kanë lidhje, saqë shkon vetë mashtrimi me disa prej tyre që thonë, dëgjoj, ne kemi arritur atë gradë tek Zoti i gjithësisë, saqë s'ka nevojë me të falemi, të lutemi, të agjërojmë, ne s'ka nevojë, na janë çelur perdet, ju populli, faluni se ne s'kemi më nevojë të falemi. Allahu na ruajt nga vetë mashtrimi. Normalisht që kjo smundje ka ilaç, ka shërim. Si është ilaçi dhe kush është ilaçi, do të jetë kjo pjesa e dytë e emisionit. Lut Zotin të na falë dhe të na mëshirojë dhe të na ruajë nga vetë mashtrimi. Selamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshëm, mëshiruesit. U kthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit për të parë se si të kurohemi nga vetmashtrimi, sepse është vështirë që njeriu të shpëtojë nga vetmashtrimi, sepse në çdo moment njeriu mund të bëjë diçka dhe të kujtojë se ja hodhi apo se u sigurua etj. Kanë thënë dietarët e Islamit janë 3 gjëra që njeriu të japin sukses për të shpëtuar nga vetmashtrimi. Përdorimi dhe vënia në lëvizje logjikës pastër. Pra njeriu duhet të bëj, si më thënë atë, krahasimin, llogarinë mes mirësive dhe begative të Zotit dhe përkushtimit të Tij. I mençuri, njeriu me një logjikë të pastër e kupton që gjithmonë anon nga krahu i tij, që do të thotë gjithmonë ai është i mangët. Kështu që nuk ka tek një besimtar i mirë i përkushtuar vend kurrë për vetmashtrim. Njohuria dhe informacioni, që do të thotë njohuria e njeriu mirë për veten e tij, njohuria e njeriu për Zotin xhalla xhelaluhu, njohuria e njeriu në raport me fenë dhe gjerësinë e fesë, njohuria e njeriu në raport me jetën e kësaj bote dhe mashtrimin e saj, njohuria e njeriu në raport me shejtanin dhe kurthet e tij, njohuria e njeriu për realitetin e botës tjetër dhe gjerësinë e saj, të gjitha këto njohuri e bën njeriu që mos të vetmashtrohet, por të jetë shumë i kujdesshëm. Dija e njeriu, një faktor tjetër, dija e njeriu për rrugën që duhet t'i përmbahet njeriu sa të jetë në jetën e kësaj bote, që të arrijë kënaqësinë e Zotit, të arrijë mirësitë e Zotit, njohja e kësaj rruge dhe përmbajtja ashtu siç duhet për këtë rrugë normalisht e bën njeriu që të jetë, siç thot populli, me këmbë në tokë dhe mos të vetmashtrohet. Imam Ibn al-Qayyim, Zoti e mëshiroft, në një moment kur fliste për këtë tematik, thoshte mos u mashtro, sepse një grua është futur në xhenem për shkak të një macje. Thoshte mos u mashtro, sepse njeriu, thot pejgamberi sa, thot një fjalë që ndoshta si kushton rëndësi dhe mund bëhet sebeb që të zhytet në xhenem për 70 vjet. Ose për shembull në rast i thot njeriu jeton mirë 60 vjet dhe bën padrejtësi në testament. Pra e lën testamentin jo ashtu siç duhet, pa e lën gabim, qëllimisht për dëmtuar dikë ose për t'i bërë dëm dikujt tjetër dhe e mbyll jetën me të keq. Thot Ibn al-Qayyim mos u mashtro, sepse ndoshta njeriu duket sikur po punon mirë, mirë po ndoshta nuk ka qenë i sinqert me Zotin e tij dhe në momentin e fundit të jetës së tij dalin sekretet jashtë dhe e mbyll jetën me diçka të keqe. Allahu na ruaj. Gjithashtu Ibn al-Qayyim thoshte mos u mashtro, se Ademi doli nga xheneti për një mëkat. Thoshte mos u mashtro, se Yunusi alayhi salatu sallam përfundoi në barkun e peshkut për një mëkat. Nëse hasim në jetë, kjo është për ne, për vetët tona. Nëse hasim në jetë njerëz cilët kanë rënë në këtë virus, në këtë mikrob, si duhet jetë sjellja jonë ndaj tyre? Dietarët e Islamit na këshillojnë duke thënë që duhet jemi me këta njerëz të qartë, të hapur dhe domethënë t'ua themi gjërat ashtu siç janë. Mos t'i kënaqim, mos t'i bëjmë qefin, mos t'i urrahim shpatullat, mos t'i urrahim krahët. Po t'u themi kujdes. Ti qartësojmë, ti vetë dijesojmë. Pritse, nuk bëhen llogarit kështu.
dhe t'ju tregojmë, sepse çfarë ndodh, ne ndoshta mund të hasim njerëz që kanë probleme të tilla në jetë dhe ju bëjmë qefin, po, bravo, mashallah, ti, pse? Më e mirë që ne të jemi të qartë me këta njerëz, të jemi të kthjellët me këta njerëz, të themi gjërat ashtu siç janë. Dhe t'ju tregojmë këtyre njerëzve se peshorja e Zotit nuk është ajo që ne mendojmë se është peshorja e Zotit. Dhe se ndonjëherë njeriu nuk i bën llogarit ashtu siç duhet, sepse mundohet që të jetë në anën e tij dhe në krahun e tij mënyra se si njeriu i mat gjërat, por faktikisht ai që e njeh veten e tij dhe ai që i njeh mirësitë e Zotit ndaj tij i bën llogarit. Ndryshe, çon në përmend për shembull rastin e personit që kishte adhuruar Zotin 600 vjet e tha do të futem në xhenet me punët e mia. Vetëm kaq mendoi njeriu dhe kupton se sa i dobët dhe se sa i mangët është në atë që faktikisht meriton Zoti prej nesh, po edhe në atë që bëjmë faktikisht se si ne ja përkushtojmë Zotit, sa ne e bëjmë atë ashtu siç kënaqet Zoti xhel xhelalu prej nesh. Dhe sfundi fare të shpeshtoj njeriu thënien la haula wala quwwata illa billah. Deklarimi sa më shpesh i kësaj thënie e bën njeriu që të zhvishet nga çdo lloj ngjyrimi i vetmashtrimit, sepse la haula do të thotë nuk ka mundësi për të bërë të mira vetëm se me suksesin e Zotit dhe nuk ka wala quwa dhe nuk ka fuqi për të larguar nga të këqijat vetëm se me mirësinë e Zotit. Pra nëse njeriu bën një të mirë është prej Zotit. Nëse njeriu largohet nga një e keqe, edhe kjo është prej Zotit. Për këtë arsye, besimtari i vërtet është ai që çdo gjë ja dedikon si mirësi Allahut xhel xhelaluhu, gjë për të cilën ai obligohet të jetë falendërues ndaj Zotit xhel xhelaluhu, gjë që njeriu sado që të mundohet nuk do ta bëjë ashtu siç meriton Allahu. Pejgamberi sallallahu thot subhanak la nuhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik, i vlerësuar nga çdo emeti i tij o Zoti im, ne nuk mund të vlerësojmë ty, as nuk mund të lavdërojmë ty ashtu siç faktikisht ti e meriton o Zoti im. Allahu na fal, Allahu na mëshiroft, Allahu na ruaj prej vetmashtrimit, një smundje e cila rrezikon jetën në zemrën e besimtarit dhe çdo njeriu. Zoti na ruaj, Zoti na fal, Zoti na mëshiroft. Deri në një emision tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.